Prej 1 qershorit, Bashkia Lezhë ka vendosur kufizime për lëvizjen e mjeteve të tonazhit të rënd drejt zonës turistike të Shëngjinit për mbarvajtjen sa më të mirë të sezonit turistik. Ky vendim është pritur mjaft mirë si nga qytetarët, ashtu edhe nga bizneset. Për garantimin e sigurisë rrugore, mbarvajtjen e sezonit turistik dhe lehtësimin e qarkullimit të automjeteve dhe komsorëve në zona turistike të Shëngjinit dhe Tales, janë vendosur kufizime të përkohshme për lëvizjen e mjeteve të tonazhit të rënd. Referuar urdhrit të Bashkisë Lezhë, gjatë muajit qershor është ndaluar qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd në Shëngjin, vetëm gjatë fundjavave, ndërsa nga data 1 korrik deri më 15 shtator, lëvizja tyre do të ndalohet plotësisht. Për mjetet e shërbimit të portit të Shëngjinit, mjetet e furnizimit me karburant dhe ato të furnizimit me ujë në aksin rrugor lapidar porti, qarkullimi ndalohet nga hëna në të njëjtën, nga ora 10 deri në orën 22 për periudhën 1 korrik deri në 1 shtator 2026. Po ashtu për mjetet e transportit të madrave ATP, fugonat e shërbimit dhe furnizimit, qarkullimi ndalohet nga hëna në të njëjtën nga ora 10 deri në orën 22, gjatë periudhës 1 korrik 1 shtator 2026. Ndërsa gjatë ditëve të premte, të shtunave dhe të dielave, qarkullimi tyre ndalohet kategorikisht. Kjo mënyrë veprimi nga Bashkia Lezhë është pritur mjaft mirë nga qytetarët dhe bizneset, të cilët shprehen se masa të tilla garantojnë mbarvajtjen e sezonit turistik pa penalizuar aktivitetin ekonomik. Po kjo është një praktikë e përvitshme edhe në këtë vit në vazhdim e njëjta praktikë dhe kjo i shërben më shumë kohës sezonit plazhit në fjalë dhe për këtë besoj që janë vepruar në mënyra duhur. Kjo ka novë, pasi edhe kryetari i bashkisë na shpjegoi qartësisht, i kishin bërë sondazh dhe ka rezultuar që nuk ka pas një ngarkesë shumë moda, si më thënë, nuk ka kupton. Dhe për këtë arsye kanë menuar dhe kanë lënë në këtë mënyrë. Ajo është diçka përbashkët, ajo është normale. Me të thënë drejt, kjo ndalimi i mjeteve të rana është gjë e mirë se tashti trafiku shtohet nga dita në ditë, edhe rrugët nuk janë të mjaftueshme që të qarkullojnë edhe mjetet e punës, edhe mjetet turistike. Për mendimin tim është një zgjidhje që bashkia ka bërë tamam si duhet, se pushuesit nuk mund të rrinë në orë të anën trafik e zonët. Qershori për mu ne nuk është se kina pas ndonjëherë ndonjë problem qershor, se qershori ka qenë gjithmonë si çdo vit, nuk duhet në thënë. Plazhi që fillon trafiku, që fillojnë kërkesat e gjitha ne i kena në fillim korrikut, duke filluar nga 1 korriku. Kurse ato shumë mirë të zgjidhin ne problemet ato ndërtuesit që mund t'i kalon gjysma i parajnë. Për muajin qershor mund ta bëjnë punën. Nga 1 qershori deri më 15 shtator 2026 është ndaluar edhe qëndrimi dhe pushimi i mjeteve në të dyja krahët e rrugës Nën Tereza, nga hyrja e Shëngjinit deri tek porti i Shëngjinit, ndërsa për zbatimin e këtyre masave janë ngarkuar Drejtoria e Shërbimeve Publike, Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit, Policia Bashkiake, si dhe njësitë administrative Shëngjin e Shënkoll.